Është një kërkesë që është bërë Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tropojës. Që? Për t'ia hequr emrin Tropoj. E për t'ia vendosur Malësia Gjakovës. Sigurisht që Tani kush e ka bërë propozimin? Propozimin e ka bërë Unioni Artistik i Kombit Shqiptar dhe Akademia Rënjët Tona. Kujt ja keni bërë? Bashkisë Tropoj. Po se bashkia e vendos këtë, se vendos bashkia këtë. Vendos Këshilli Bashkiak e përcjell qeverisë. E pra se do... Po pra. Po ju jeni Këshilli Bashkiak do e pranoj si ke informacionet? Do Tropoja të hiqet emri Tropoj dhe të vendoset Gjakov. Malësia Gjakovës. Malësia Gjakovës. Si që ka patur. Tani, kështu, pse kërkoni ta hiqni emrin Tropoj? Kërkoni ta hiqim sepse është emër slav. Çfarë do të thënë? Tropoj? Tripolje, trifusha. Tripolje. Po futesh thjesht në Google sot dhe të del emrin slav. Tani, me sa mbaj mend unë, Zogu ja ka hequr të vendimi në vitet kur ishte mbret. Në vitin 1938, Zogu ka hequr, domethënë parlamenti i kohës së Zogut, që e ka dekretuar dhe mbreti Ahmet Zogu, ka hequr diku 28 emra, mes cilëve dhe emrin Tropoj. E ka patur Tropoja e vjetër, pra Tropoja vogël, të fshatë ka patur. Dhe si u bën kohën e Zogut? U hoq pastaj. E pra, u hoq emri Tropoj, dhe si u vendos? U vendos te Trifush. Trifush. Përkthimi, do të thotë. Përkthimi, po u vendos Trifusha. Po, në atë kohë. Në atë kohë. Po, dhe nuk është hequr nisur nga dokumentacioni shkencor, po vetëm nisur nga pikpamja patriotike, nacionaliste, sepse s'kishte dokumenta do të thënë. Po, dhe më pas kush e ktheu emrin Tropoj? Enver Hoxha. Në cilin vit? 1946-47. 46-47. E ktheu dhe bëri me ndarjen territoriale, sepse u bën 2 ndarje territoriale, 45-46, domethënë dy shumë shpejt. Gjithë hapësirës. Po? Pastaj vendosi emrin Tropoj. Pra, Nika Mbërturi, Gashi, gjithë mori emrin Tropoj. Kastia Bytyrçi, gjithë e mori emrin Tropoj. Po, qyteti Baramcuri? Qyteti Baramcuri. Kur e mori emrin Baramcuri? Qyteti Baramcuri që në vitet Enver Hoxha ka vendosur, diku në vitet 60-70. Ma ngjitje ajo. Po ngjitje. Shajnë Hoxha, po ngjitje Baramcuri i shkon, me thënë. Baramcuri i shkon sepse Baramcuri mbetet tribun. Ai është ikona e Tropojës? Absolutisht është ikona e Tropojës në të gjitha momentet historike, është në kahjen pozitive. Lerja të prallë. Ishte armik i Ahmet Zogut. Po lerja të prallë. E vrau Ahmet Zogut. Lerja të prallë. Po s'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po kush e vrau? S'është e vërtetë. Po Kunati e vrau? Po s'është e vërtetë. Kryeziu e vrau? Po s'është e vërtetë. Ka bërë dhe foto atje? Po nuk është e vërtetë. S'është shumë mënësore ajo. Nuk është e vërtetë. Fotoja është dokument, zoti. Fotoja është dokument i vrarë dhe pastaj i vrarë dhe ai ka pozuar me kufon. Kryezit, po. Po pra, kryeziu. Po dhe kryezit ishin përplasur vetëm me Ahmet Zogun. Jo, më vonë. Po s'ka më vonë më herë. Edhe kryezit, sepse ti je njohës i mirë historisë dhe më pëlqen domethënë debati me ty. Jo, vrasin e u vrasin në Krum pastaj. Kush? Baramcuri pra. Po ai varrosu në fillim në shpellë. Po varros në Krum. Po? Po dhe ai thotë Gjura Altin dhe Ravreti po mbledh Katrin Mehmeti, Gjura Altin. Zoti Aklaj, ju keni thënë që kryeziu e vrau Baramcurin për llogarit vet, jo për llogarit të Zogut? Ja. Unë se besoj që ka vrarë për llogarit Zogut. E ka vrarë për llogarit vet? Për llogarit vet dhe për llogarit shërbimit. Apo ti po thuaj një gjë të jashtëzakonshme? Se? Do të thënë që kjo e përmbys versionin zyrtar, sepse të gjitha versionet konvergjojnë që Ahmet Zogu vrau Baramcurin, sipas te nuk e ka vrarë. Arsyeja. Po ai doli kundër atij me armë tani. Po kemi edhe akuzohet edhe për Elezi Sufin Baramcuri, edhe për Luiz Gurakuqin, Riza Serovën. Po janë të gjitha akuza, po si, nuk janë të vërtetuar. Do ti po hedh poshtë historinë që Baramcurin e ka vrarë kryeziu, si ishte prefekt i në atë kohë, i Krumës. Po përplasje të kryezive i din me Zogun? Po patjetër ai ishte Kunati, po ai e vrau. Po pra, ai e vrau në Prag. Luiz Gurakuqin e vrau me Zogu. Po kush e vrau? Pse kush e vrau? Po Riza Serovën kush e vrau? Po Ahmet Zogu e vrau Riza Serovën, kush e vrau tani? Çfarë? Edhe këtë do të kush e vrau? Ti thua kushtoroj që i këmbzën. Të gjitha ju i quani vrasja që i ka bërë Ahmet Zogu. Tani është një dokument që kur mëroj emisioni po ashtu do ta dërgoj kur tikin në studion shtëpi do ta dërgoj që e thotë që filani ka dokumenti dhe prova mund vendos. Megjithatë ti po jep një lajm që ish propozuar Këshillit Bashkiak të
Tropojës që të ndryshohet emri të bashkisë Tropojës, të ndryshohet emri nga Tropojë në Malësia e Gjakovës. Sigurisht që këto janë procedura që do kalojnë një herë në Këshillin Bashkiak, pastaj do kalojnë në qeveri dhe prapë Edi Rama i dorë. Po, prit tani. Se e nisim emisionin. Po pra e nisim nga librat pra. Nisim nga librat, bukurit. Tani, Ahmet Zogu ka një meritë jashtëzakonshme zotëri për rujtjen e shqiptarizmit. Në që kuptim. Ahmet Zogu qenë nga Presheva, Tuzi, Qamëria, ishte mbreti i shqiptarëve. U bë diga e ndalimit të vershinëve bolshevike mbi 30 vite. E sigurisht propaganda e shfrenuar bolshevike e komunizmit ka bërë punën e vet. Gjithçka ka ndodhur për keqja ka veshur Ahmet Zogut. Ahmet Zogu është themeluesi i shtetit modern shqiptar. Dhe këtu e mbyllim historinë për Ahmet Zogut. Sot se do të sjellë një libër tjetër. Pa e më kështë sjellë o zëndani? Jo, do të sjellë një libër tjetër. Sultanat mesjetar apo demokraci. Sot, prit pa do shkojmë të sot, po. Do të mbaroj me këtë. Dhe ti pret që Rama ta firmosi këtë? Po pse të mos e firmos Rama? Po do merret me ty Rama dhe me Tropojë. Ai ka 100 gjëra tani i zjen mendja. Më merret me pse çam ditë ti mua. Po jo, i zjen mendja kam fjalë lore. Po tani me mua është se i thash një rrugë për Fanoli i vuri emrin e Shëngjinit. Po prit tani. Wilson e di këtë ti? Po prit tani. Dhe Rama si thash unë, zbato vendimin. Po tha, atje ka mendjen unë tha. Madhështisë i gjonizohen këmbët para modestisë. Por për te modestisë, me duhet të them disa të vërteta. Po? Me mua është marrë Ilir Meta. Me ka futur në burg, e kom thyrë dhe kom dalë deputet nga burgu. Po, një kazus... Po, Ilir Meta ka bërë një ser akuzash ndaj meje. Gjithë kodin penal e ka vendosur në shtëpinë time. Dhe pas Ilir Meta është bërë president, ka ardhur në Tropojë diku pas 20 vitesh. Po? Dhe më ka ndëruar me titullin me urdhrin kalor si urdhës Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ilir Meta? Ilir Meta. Ai që të futin burg thotë. Po, dhe unë kam thënë kështu. Çeka. Më vjen mirë që presidenti Ilir Meta ka rrezuar kryeministrin Ilir Meta. Dhe vjen në Malësinë e Gjakovës dhe ndëron milionin në artistë të drejtuar. Kështu ide, ha? Absolutisht. Do të thonë kryeministri Ilir Meta të futin burg. Presidenti Ilir Meta të dekoroj. Po, më dekoroj. Dakor? Tani, s'ka nakla. Tani, në vitin 2011, Rusia ka bërë notë proteste kundër Azgan Haklajt. Rusia? Rusia. Kur? Vitin 2011. Notë proteste? Notë proteste. Ja ku ke zotëri. Si proteste? Pse të futën burg? Notë proteste. Pse? Nuk thash futën burg. Ja ku ke. Ja, një sekundë. Dhe çfarë thot? Ja, Rusia. Dhe çfarë thot? Ja, një moment. Rusia bën notë proteste kundër Azgan Haklajt, sepse në Preshevë ne kishim një aktivitet. Jo, po, më ke thënë dhe njëherë. Kam thënë dhe herë tjetër. Po, e ke thënë dhe Tani, Rusia bën notë proteste, dhe kam thënë dhe herë në emisionin tënd dhe e ke vërtetuar, që pas humbim minuta duke kërkuar lajmin tani. Pra, Rusia bën notë proteste ndaj Azgan Haklajt dhe pasohet nga gjithë bota slave. Tani, para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut ndalon kufi. Si? Para 2 ditësh, Maqedonia e Veriut me ndalon kufi. Si ndalon kufi? Kishe duke shkuar në Shkup? Unë ishe duke shkuar në Shkup, i ftuar në emisionin e mëngjesit, ritmi i ditës në televizorin shtetëror me dyshi të Shkupit në gjuhën shqipe. Dhe kisha një takim në Radush për një aktivitet që do bëhet më ndonë. Qartë. Dhe të ndaluan ku? Në Libër të Madhe. Libër të Madhe? Si dalë policia? Policia. Si të thanë, nuk të lejoj të futesh në Maqedoni? Po pra. Do të t'jenë në ngrata? Si ta themen? Jo, kur ndaloj shfutën në ngrate? Po pra, njoftova ambasadorin Mejdani, njoftova zotin Ali Ahmeti. Ambasadorin e Shqipërisë në Shkup? Po, që po të angazhim të jashtëzakonshëm, me mora Ali Ahmetin, kryetarin e BDI-s, sfinksin e qendresës shqiptare, i cili më dërgoi pastaj deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe konkretisht Ilir Hasanin, dhe u futëm në Maqedoni. U futë pasaj? Po, diskutim. Dhe gjetën histori dhe për të këthyrë. Që të bënë kur të këthyrë? Po, për që i ndalonin, pra. Jenë sistem. Po, me që të thanë ata? Po, jenë sistem, o zëtëri. Nuk kuptimi, qëfar ishën sistem? Sistem, për i blokohesh me hynë në Maqedoni. Për qëfar? Arsyeja. Që unë sa isha në Itali, isha në Francë, Zvicër, bilen nga Italia, nga Sanremo, erdhën me trofe. Tani, në Maqedoni, ke probleme. Kur kanë fillu këtë problem? Pas 17 tetorit. Kemi qenë tu.
Po? Ka filluar protesta në Tiranë, kam qenë moderatori i protestës, dhe në Shkup me 13 dhjetor, dhe kam qenë në Strasburg, në Kosovë, në gjitha protestat e organizuara për gjemë të UÇK-s që ndodhen në Hag me akuzat që sharake. Do ti po shkove në Maqedoni ta ndalojnë. Po në Serbi, në Beograd ke qenë? Kush më lejon të hinë në Serbi? Po jo, ke tentuar? Jo. E kam fjalën në Preshev? Jo. Që atëre? Që në 2011 s'kam Që 2011 s'ke qenë? Jo, jam falë, isha. Kur? Isha para një viti. Po të lanë? Pas shumë përpjekjesh u futa. U futa. Po në Malzi, ke probleme? Jo, në Malzi s'kam problem. Po në Çamëri? Çamëri. Do në Greqi? Në Greqi s'e kam provuar. Se ke provuar? Provoj njërës?